Edhe sot po vazhdojmë me shpërndarjen e pakove ushqimore. Janë mbi 200 pako që po i shpërndajmë në qytetin e Malishevës. Janë të përfshirë familjet të tona me fëmijët tim, po ashtu edhe një numër i caktuar i familjeve me asistencë sociale. Ashtu siç po vinë donacionet tek ne, në bazë auditore po vazhdojmë implementimin e projekteve, varësisht se si po arrin donacionet tona. Numri i familjeve që presin kontributin e juaj që përmes neve me përfitu një pako ushqimore është i lartë, prandaj ju bëj thirrje, apel që të na bashkoheni në këtë nismë tonën për të i siguruar pako ushqimore për secilën familje me fëmijët tim që e kemi në listat tona. Janë mbi 2000 familje që presin furnizim me pako ushqimore, prandaj shfrytëzoni këtë kohë që nuk ka momente më të mira se sot që të dhuroni sadaka veçanërisht në ushqim për familjet me fëmijët tim dhe këtë u amundson Islamic Relief Kosova. Donacionet e juaja mund të realizoni përmes zyreve tona që i kemi në qytete të ndryshme, ndërsa nëse dëshironi edhe online, këtë keni mundësi ta bëni përmes llogarisë bankare ose të hyni në webfaqen tonë që është islamicreliefkosova.org dhe aty mund të zgjidhni projektet se ku dëshironi të kontriboni dhe sa do që dëshironi të kontriboni.